Ministrat e mbrojtjes të vendeve aleate do të mblidhen me 12 shkort 2026 në selinë e NATO-s në Bruksel në kuadër të takimit të radhër ministror. Takimi do të drejtohet nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte. Në fokus të diskutimeve pritet të jenë mbështetja për Ukrainën, forcimi i mbrojtjes së krahut lindor të aleancës, si dhe zbatimi i angazhimeve për rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes. Në samitin e NATO-s 2025, vendet aleate angazhuan që deri në vitin 2035 të investojnë 5% të prodhimit të brendshëm bruto çdo vit në mbrojtje dhe siguri. Në një deklaratë nga NATO thuhet se ministrat pritet të shkëmbejnë pikpamja dhe për zbatimin e të gjitha misioneve dhe aktiviteteve të udhëhequra nga Aleanca përfshirë KFOR-in, cili është misioni më i gjatë dhe aktualisht më i madh i NATO-s. Ne presim që ministrat e mbrojtjes të shkëmbejnë gjithashtu pikpamje mbi zbatimin e të gjitha misioneve dhe aktiviteteve të udhëhequra nga NATO përfshirë KFOR-in. Ballkani Perëndimor mbetet lart në agjendën e NATO-s. Është një rajon me rëndësi strategjike për Aleancën. NATO punon për të promovuar stabilitetin, sigurinë dhe bashkëpunimin në rajon. Angazhimi ynë për stabilitetin e rajonit është i palëkundër dhe nuk do të lejojmë krijimin e një vakumi sigurie, thon nga NATO. Për të gjitha zhvillimet rreth këtij samiti, Telegrafi do t'ju mbajë të informuar.